opozit për hir vërtetës. Por mendoj që koha bën punën e vet, edhe degradimi i pushtetit është në nivele të paimagjinueshme. Por edhe Partia Demokratike duhet të nxjerrë mësimet e veta, ka vend për përmirësime të padiskutueshme, ka vend për hapje, ka vend për të pasur më shumë intelektual, politon shtetësh, inxhinier, ekonomist, jurist, gazetar, sportist, artist, në që të kemi një përfaqësim sa më ditoz dhe pastaj po ta shtrim me gjërë. Kemi nevojë për çdo vot, çdo votues, për çdo parti që është në opozit me këtë qeverisje, shoqata, grupe interesi për të bërë një front të madh kundër kësaj të keqe të madhe që ka okupuar Shqipërinë prej 13 vitesh. Po, sa janë gjasat e frontit kur gjithë ata që janë larguar nga PD-ja, ka mund të kenë krijuar subjekte të reja politike, Saliani që është vetë përjashtuar, zoti Shehaj që kandidoi, gjithë thonë si të futemi në front me Berishën. Berisha bën pot një dhe një gjë gjithë kohës. Kemi 20 vjetë që e shohim që bën pot një dhe një gjë. Tashi, ne mund të kemi, po them, demokratë, mund të kemi rezervat e tyre ndaj doktor Berishën, po shumë arsye. Doktor Berisha, si çdo intelektual tjetër, ka të veta pozitive, ka edhe mangësitë edhe gabimet e veta. Por në fundit partia është i Bashkimit Vullnetësh, që ka dhe disa rregulla loje që duhen zbatuar, por gjithsesi kur nuk e shoh që një i larguar ose edhe i përjashtuar, si shtoni ju vetë përjashtuar, mos jetë nesër pas nesër pjesë e këtij fronti. Dhe doktor Berisha ka treguar që për të bërë koalicione, për të bërë aleanca, shpeshherë kalon edhe disa paragjykime ose disa vija ndarëse që mund të vinë nga programe, por mund të vinë edhe nga konfliktet, se politika është konflikt doktrinash, konflikt filozofik, por edhe konflikt personal. Njëra se tjetër trajton njerëz, se trajton tjetër. Dhe unë them që duhet të jemi të gjithë tolerant, të tolerojmë nga vetja, qoftë edhe disa ego ndoshta që mund t'i kemi, të egzageruar, disa ambicie, disa karriera, për hir të interesit të përbashkët. Unë shumë e kam parë dhe unë ka vite që bëj këtë thirrje, sa dëgjoj është punë tjetër, por kjo është kursia ime politike, ka vend për gjithë dhe duhet të respektojmë të gjithë, duhet të respektojmë gjithë kontributet, dhe të luftojmë që atë që sot e kemi në kuadrin e 500.000 vota, ta bëjmë 700.000, 800.000 për të mundur këtë kryebandit që është në qeverisje.